edhe këtë, sepse edhe ky po proteston. Që në këto moment i ndihesh i dënuar dhe kushdo qytetar, pavarësisht se nuk është në atë ambient, pavarësisht se nuk ishte në durrës, thot, ku kryeministri vepron dhe e thot me gisht para mediave, guxon. Po imagjino çfarë mund të bëj pas, ku në moment që nuk shihet. Pra kjo është dhunë. Pra njerëzit janë të trembur dhe të thonë, unë kam pasur kontakte këto ditë edhe me qytetarët të cilët kishin frikë të vinin në protestë. Ishin të trembur se thonin kemi njerëz puna, na heqin nga puna. Dhe për të thënë tani, e vërteta është që pavarësisht se e kujt është pjesa e Luanit në këtë që ju thatë, në këtë komunikim, do thoya që nuk është normal. Se me thënë të drejtë thash, unë jam për komunikimin, për shembull, unë nuk ndjej mirë ku pash veten që më kapi irritimi dhe ku më shohin që më arrestojnë protestuesit, unë pata një moment në fakt nervozizmi. Ja, se ju po jepni në pamje. Normalisht, me thënë të drejtën, unë ndjeva i dhunuar dhe reagova që nuk e kam në natyrë që të reagoj, por i thash kryeministit me shtet drejt po e arreston. Vetëm këtë fjali i thash. Dhe prapë se prapë arrestimi u bë dhe ato ndetën 5 orë të shoqëruar. Se fjala arrestim nuk është, po të shoqëruar. Pra në këtë moment, nëse ne do të arrijmë që të kthejmë pikërisht atë komunikimin mbi të gjitha njerëzor normal, është një fitore madhe. Ne nuk e kemi atë, në fakt më ka marrë malli, me thënë të drejtën dhe komunikimin e 92-shit, që pavarësisht se duket sikur sapo po ktheheshim në demokraci, ishte një komunikim më intelektual. Komunikimi për cilin ju po flisni rikthimi i komunitetit, në fakt është ajo që tha Albani, është iluzioni i komunikimit. Iluzioni i komunikimit përballë një mjedisi, shoqërie, në çdo pikpamje po ta shohësh dhe dua ta përfshi Bledin tani këtu. Në fund të fundit është një thyerje e madhe midis asaj që duhet thënë me asaj që duhet dhënë me atë që jepet. Bledi. Do të pyes pse kemi arritur në pikë që ti nuk komunikon dot në mënyrë normale, nuk transmeton dot një mesazh qoftë politik, qoftë shoqëror në një ambient social. Nuk arrin dot. Pse? Sepse kanë rënë të gjitha shtyllat që mbajnë një shtet dhe një shoqëri. Ti kishe dikur media, ishin 50 me 50, e transmetoje diku mesazhin, jepe, shfryje diku, dilte diku. Ti kishe dikur një parlament, sot ke një parlament me 83-84 deputet, ku opozita ekziston vetëm si nocion opozite, por nuk ka asnjë vlerë, nuk ka asnjë vlerë mesazhi politik apo qendresa që bën opozita aty sa i përket rezultatit politik. Absolutisht nuk ka asnjë vlerë. Ka adresuar një sër të drejtash kushtetuese që i ka pasur komisionet hetimore, pa fund, nuk ekzistojnë më. Nuk është sfumuar kjo drejtë. Ne kemi pasur të drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Një nga drejtat themelore që fituam pas vitit 90. Pra fituam zgjedhjet. Sot e kemi të drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Shkojmë te eufemizmi që tha Albani. Pikërisht janë këto arsye që ne na bëjnë që ne kanë rënë këto shtylla që mbajnë një shoqëri. Ne sot nuk kemi as qeverisje, nuk kemi as pushtet, nuk kemi as shtet. Ne kemi një sundimtar. Dhe ne përballë sundimtarit jemi të gjithë hajtë të gjemë vetëm ku jemi. Pra nuk sillemi si një shoqëri e civilizuar që ka institucionet, ka rregullat, ka pushtetet e ndara. Nuk dua të prish rendin, se s'më takon të flas, po do të çmoja që pastaj ta adresoja një dy. Jo, a di kush është muhabeti. Në historinë e shqiptarëve miku im, kur ne nuk kemi pas një lider të dobët, ne gjithmonë kemi pas një sundimtar. Ky është i radhës. Ky nuk është i panjohuri, as i riu, as i çuditshëm. Ky është thjesht sundimtar i radhës. Ne gjithmonë kemi pas një sundimtar. Është në traditën tonë me pas një sundimtar. Ti ke pas parlament, është shumë e vërtetë që ti ke pas parlament. Unë e majmen praktikisht kam qenë akoma gazetar, kur ne kishim miratuar 6.000 ligje me atë parlament. A e di se sa prej tyre zbatoheshin? Mos qeshim bashkë. Në këtë pikpamje, fakti që ti ke pas institucione, ti ke pas në fakt shkallë për të ndërtuar gradualisht atë që është mbretëria e eufemizmit, dhe në këtë mbretëri e eufemizmi, ja ku jemi sot, që praktikisht të gjitha konceptet nuk të vlejnë më. As ato kushtetuese, as ato institucionale. Dhe ky është problemi. Ne e kemi ndërtuar me duart tona në proces këtë mënyrë të menduar. Ti po thua, kanë qenë mediat gjys për gjys. Çfarë do thotë kanë qenë mediat gjys për gjys? Sepse media në princip nuk është palë. Media është fuqi e tretë. Apo e kam gabim? Po, pushtet. Kështu që, në këtë pikpamje do të thoja, dhe
me të njëjtin probleme, unë do t'ju ftoja që të analizonit një gjë. Elie Wiesel, praktikisht një imbjetuar i holokaustit dhe filozof, thotë që e kundërta e dashurisë nuk është urrejtja, thotë është indiferenca. Ajo për cilën pyet Luani në krye në titull të emisionit është, a jemi dot ne në gjendje ta duam lirin ton dhe një herë natë për mas sa ta kërkojmë atë, apo jemi indiferent ndaj saj? Sepse ne, në fakt, kemi humbur besimin se mund ta duam përsëri një gjë që në fakt ka shumë kohë që nuk e kemi. Në optikën tonë ka shumë kohë që nuk e kemi. Por a mundet të doj dikush një gjë që se ka patur që nuk e ka, ta doj si iluzion? Vdekja e iluzionit, në fakt është titulli i gjithë epokës tonë. Iluzioni i paqes, po ashtu vra. Iluzioni i elitave, me Epstein Files, u vra. Ne sot nuk kemi më iluzione mbi të cilat të mbahemi. Ne nuk e ndërtojmë dot me iluzionin e arsimit. Ka vdekur iluzioni e arsimit. Si rrugë e suksesit individual të personit. Në një farë mënyrë, iluzioni i pasurisë së ndershme, shoku im ka vdekur. Ne jetojmë në